Autoritetet e vendit, në koordinim me pushtetin lokal dhe popullatën, gjatë gjithë natës kanë qenë në teren, kurse me aktivitete kanë vijuar edhe mëngjesin e sotëm, me intervenime pas denoncimeve për përmbytje. Situatë më kritike është regjistruar në Forin të Gostivarit. Ekipi i televizionit Koha qëndroi në këtë fshat duke sjell pamje dhe deklaratat të prekurve nga këto përmbytje. Mbrëm ka qenë një natë ankthi në Forin. Autoriteteve në ndihmë u ka dalë edhe popullata lokale, duke asistuar dhe ndihmuar gjatë gjithë natës, po bëhet identifikimi dhe verifikimi i dëmeve të shkaktuara. Realisht kemi pak dëme materiale, ne kemi marketin Fikri Kompani, kemi ndonjë dëm material, po jemi bërë imun, së është herë e parë që ndodhen tek ne. Ki rast është shumë i rast i rënë për fshatin Forin, ki rast ka ndodhë vitin 1979, na përsëritet për s'diti herë, rast që se ne përshkrujmë në rinia, nuk e dim, po na shqetësoj pak, po faleminderimit i takojnë të madhi Zot që sot jemi kështu si e shefnim, normal pak ujë ka tek shija këto, po shpresojmë edhe kjo të kalojë me ndihmën e Zotit. Damet shqeqeri nuk janë njerëzi, po janë damet materiale, ajo nuk diskutohet. Ju pa u ka i ujtin shprejën e? Henti një shkallë di. Amon do të pika do ashtu i ka dëmtu, amon nuk ka problemi asaj të pikut. Ora 11 ka qenë damet që erdhë me të madhe, me të thonë drejtë mund të kjetë 60 cm ujë. Një me njeri smon, ujë s'kemi pas, rrim s'kemi pas, që ajo, ndim s'ka pas pjasë ku. S'kje shka dhe bësh. S'ka. Dëme ka sa të dush, unë merrem me dhenë me blegtori, jam në fund fshatit atje. Një di shok që erë ka pas pronë shumë rezik, am fati mos që unë dalë ujtë e ndalen atje liqenin, më vrave që i folet, se mo ishte ndale atje në këto në dhe në mirë të kitë katondin. Dëme njerës nuk kemi dëme materiale si kundre e shifni edhe ju vetë. Kjo ka qenë, mbram kemi qenë këtu deri në ora 1 në për rrugët e fshatit, në thotë gjithë fshati ishte i angazhut në lidhje me problemin që na u paraqit me rreshjet e shiut. Kryesia e fshatit ka funksionuar në mënyrë perfekte, edhe ka pas ndihmë prej komunës Gostivarit, do thotë tërë natën ka pas lëvizje në për rrugicat e fshatit, ku ka dëm, ku ka mundësi të ndihmohet. Do thotë nga ana e organizimit komunës dhe fshatit, unë e pash në mbrëm se kishte një organizim, do thotë se Roku më një herë ti nuk mundesh në gjithë fshatin, po edhe fshatarët, edhe organizimi fshatit, edhe organizimi komunës kishte prej komunës Gostivarit, ndihma atë sa mundem. Nga komuna e Gostivarit njoftojnë se situata është shkaktuar kryesisht nga dalja jashtë shtratit e kanaleve në administrimin e drejtorisë për ekonomi të ujrave, të cilat nuk janë në kompetencë të komunës së Gostivarit. Megjithatë, siç thonë, ekipet e komunës së Gostivarit që nga orët e hershme të mëngjesit ndodhen në teren dhe po ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të dalë në ndihmë qytetarëve, si dhe për të minimizuar pasojat e shkaktuara nga përmbytjet. Zonat më të prekura në komunën e Gostivarit kanë qenë fshati Forin, fshati Llakavic, Turqani Vogël, disa lagje të qytetit, por ne si komunë kena qenë në bashkëpunim edhe me banorët e lagjës. Nga të gjithë këto të zonat të cilët i përmendëm, pika më kritike ka qenë në fshatin Forin. Në fshatin Forin, komuna e Gostivarit me të gjithë potencialin në të cilët i ka pas institucionët, kena qenë në bashkëpunim me këto banor të ju dalim në ndihmë. Dua ta potencoj, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim me mekanizëm me makineri nuk na ka ndalë në ndihmë. Në ndihmë më tepër janë marrë ndërmarrjet e komunës së Gostivarit. Sipas njoftimit të qendrës për menaxhim me kriza, në rajonin e Gostivarit janë denoncuar shtëpi të përmbytura, bodrume dhe objekte afariste. Është intervenuar në Bellovisht pas një denoncimi për persona të bllokuar, të cilët janë evakuuar në mënyrë të sigurt. Në Forin, lumi vardar ka dalë nga shtrati, ku janë përmbytur shtëpi dhe sipërfaqe bujqësore dhe ekziston rreziku për objekte në afërsi të urës afër fshatit Tumçevisht. Sipas qendrës për menaxhim me kriza, është angazhuar mekanizmi për pastrimin e shtratit të lumit.